Musa a.s. po e pyet: me çka të urdhëroi Allahu për ummetin tënd, o Muhammed? Po i thot Musa a.s. Pejgamberi a.s. tha: më urdhëroi me 50 vakte namaz. Ktheu tha dhe lutë Allahun, sepse ummeti yt nuk mundet me bardh këtë bardh të rënd. U kthy pejgamberi a.s. e luti Allahun dhe prap duke u kthy e takoi sërish Hazreti Musën. Dhe Hazreti Musa të njëjtën pyetje po ja bën: me çka të urdhëroi Allahu për ummetin tënd? Allahu tha: më urdhëroi me 5 vakte namaz. Atëherë Musa a.s. i tha: ktheu, se edhe me këtë s'mundet me bardh këtë bardh të rënd ummeti yt. Mirë po pejgamberi a.s. tha: kthim s'ka më, sepse Allahu me këtë ka vendos, sepse këto 5 vakte namaz shpërblimin e kanë sa 50 vakte namaz. Pra, prap sërish ka ngel fjala Allahut, qysh ka thonë, sepse Allahu nuk i ndryshon fjalët e tij.